Konfirmohet rasti i parë i mërtajës së baktive timta në vend, autoritetet thirrje fermerëve për vigjilencë. Autoritetet veterinare kanë konfirmuar rastin e parë të mërtajës së ruminantëve të vegjël PPR në vendin tonë. Sëmundja është identifikuar në një fermë të mbashtimit të dhive në njësinë administrative Postrib në qarkun e Shkodrës. Mostrat e marra në terren nga shërbimi veteriner janë analizuar në laboratori referencë të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili ka konfirmuar praninë e virusit PPR. Sipas një njoftimi nga Bashkia Shkodër, pas njoftimit zyrtar, janë ndërmarrë me njëherë të gjitha masat e parashikuara në legjislacionin në fuqi dhe në planin kombëtar të kontingjencës për PPR. Autoritetet i bëjnë thirrje për vigjilencë maksimale nga të gjithë mbashtruesit e kafshëve të imta si delet dhe dhitë. Në çdo rast të shfaqjes së simptomave të dyshimta si temperaturë e lartë, rrjedhje nazale, inflamacion i syve, ulje oreksi, diare apo ngordhje papritur, duhet të njoftohet menjëherë shërbimi veterinar rajonal përkatës ose të kontaktohet numri i gjelbërt falas 08 00 33 66 thuhet në njoftim.